Dini edhe ju, ne jenë të prit bëni veprim institucioneve nivellit lokal dhe qendror, sa dështirë një seancë jashtëzakonshme në orën 15, pritim që kjo të kaloj me sukses, do të jemi edhe pjesëmarrës të këtij seancë, marrë parasysh se është jashtëzakonisht e rëndësishme për transportues punën urban. Tash, çka konkrete që mundem me thonë, nuk po mas seancës mëna më përnëmësue edhe më dhonë informacione ma detajume ju në atë aspektin e vendimore se besoj që kjo me kalu ka me reflektu gjithë asamblejës pozitiv, njërë që e din sigurisht gjithë që është shumë e rëndësishme dhe ai që nuk reflekton pozitivisht dhe nuk e merr serioz dhe këtë çështën tonë, marr parasysh se jemi të nejtë periudhë shumë vështirë, pa transport të udhëtorëve, për të paralizu këtë qyteti, kanë vështirësu dhe jetën, sepse kjo ndikon direkt edhe shpenzimet në familje, ju kanë rritë, dikush për me kry një veprim me shku në punë, apo në shkolla, apo në fakultete, duhet me marrë transport, ai transport kushton, së është taksi, ose me marrë makinat e veta, edhe ashtu, dhe mon, edhe e kushton, marrë parasysh se jo parkingu, jo distanca gjitha ma shtushme, por mund transporti ka qenë najtë isa që ka tu shërbime cilësore dhe gjithë të monet mirëpresin, jam i shqetësum për këtë çështje, besoj që në miratimin e kësaj, me kalimin e buxhetit, kanë me reflektu pozitivisht dhe në moment që shkan në Ministrinë e Administrimit Lokal, shpejtohet dhe kryhet si vendim, besoj që Testë na duhet me vazhdu sepse edhe në qoftë se miratohet, mjetet nuk dalin, nuk alokohen në komunë dhe direkt dëmon tek operatorët. Ne nuk kemi mundësi me vazhdu si për arsye të ndryshme dhe një prej arsye kryesore ka qenë domon që nuk kemi mjete më furnizu me karburant. Kjo është arsyeja kyçe. Momentin që alokohen mjetet, ne ndërprejmë dhe vazhdojmë, për ndryshe nuk kemi mundësi. Kjo është vetëm një proces ligjor i cili do të kaloj dhe neve na i hap dyert. Qoftë se shkon gjithçka mirë, qoftë se nuk shkon. Dhe në qoftë se rastësisht Ministritë të Pushtetit Lokal po ngecje dhe nuk besoj që është e jashtëligjshme, po që në një farë mënyre që pretendojnë disa që mund të thonë jashtëligjshme, atëherë kjo është kaos. Kjo është e vështirë shumë. Diçka tjetër. Besoj që mas seancës kemë diçka ma të mirë, se si të kalon ajo, besoj që ne e kemi një shpresë në fund tunelit. Faleminderit shumë.